Janë pensionuar dy shërbyes të përkushtuar shëndetësor doktori Ibrahim Vuçitërna dhe infermierja Zoje Konaj, duke përmbyllur me dinjitet karrierat e tyre shumë vjeçare në shërbim të pacientëve. Specialisti i mjekësisë interne doktor Ibrahim Vuçitërna tha se puna e tij 35 vjeçare ka qenë e jashtëzakonshme dhe e mbushur me përkushtim profesional. Këto vitet nuk di si me thonë, po më ka duk që një shërbim ushtarak kur kryet, qaq shpejt kanë kalu, fal ambientit mirë, fal shoqërisë mirë, fal kolegëve të mirë, kolegeve, ka qenë një mrekulli që unë e kom ndije shumë mirë. Ndërkaq infermierja Zoje Konaj u shpreh se kjo ditë është njëkohësisht emocionale dhe e kënaqshme, duke falendëruar kolegët për pritjen dhe respektin e treguar ndaj saj. Pak me emocione, normal se 46 vite puni kom në këtë institucion. Në vitet më të vështira, në pritet dhe që deri në 2003 në repartin e dializë internës, me shumë sfida në kohën më të vështira për regjimit, me shumë probleme, mirë po ja kemi punu me një vullnet shumë të fort. Në prit 2003 kom kalu në repartin e dializës, ka qenë nevoja se është hapër parti ri edhe e kom di vetën shumë mirë, kemi shërby. Jam mundu me dhanë maksimumin edhe me pas empati për pacienta. Edhe kolegu i tërë, doktor Azem Avdia, u shpreh se ka qenë kënaqësi të punoj me infermierën Konaj dhe doktor Vuçitërnën, duke vlerësuar profesionalizmin dhe bashkëpunimin e tyre ndër vite. Doktor Ibrahimi dhe motra Zoj, infermierja Zoj, kanë qenë një shembull me të vërtet se si duhet mu sill një punëtor shëndetësor ose një shërbys në shërbimet shëndetësore. Doktor Ibrahimi është që kur kom marrë këtu, unë këtu e kom gjetë doktor Ibrahimin, ka qenë një ndihmë shumë e madhe për mu, më ka ndihmuar gjithçka që ai ka ditë nuk është kursy, edhe natyra e tij është ashtu e qetë. Pas pensionimit, kolegët dhe koleget organizuan një festë të përbashkët në shenjë mirënjohjeje për kontributin e të dy të pensionuarve.